Ky emision mundësohet nga Një përshëndetje shumë e madhe për krejt ju që sapo keni fillu me na ndjek në Zoom Albina Zenerien. Është epizoda e radhës ku duhet me falenderu Klodianën nga Studio N që për këtë javë është përkujdesur për dukjen time. E ty shikues po të them që në intervistën e parë, pra intervista e javës, do jeti ftuar një personazh shumë interesant. Nonës, se shumë herë kam qef momentet ndryshme me qenë, edhe s'jam, e du me thonë që e dua. Unë e kënoq, nëse shoh çdo ditë njerëz të ri, e shoh tash rinin që e duajnë ma shumë muzikën moderne, përpara ka qenë edhe që e kam preferuar shumë muzikën popullore. Një këngëtare që muzikën e ka të trashëguar nga gjyshi dhe babaje. E do performancën live, por zhanrin e ka zgjedhur popullore folklorike. Krejt këto dhe shumë epitete me të drejti meriton Remzie Strumcaku, e cila ishte ftuar në emisionin Zoom e tregon më shumë për energjin pozitive që e karakterizon. Kohë kam gjithë, për gjithë shka, se e menagjoj shumë mirë, edhe energji kam ndukuj pak të prune, vi shumë shpesh, edhe kam mundësi tani me punu pak edhe në drejtim të profesionit, kam mundësi më marrë me gjithë shka, e menagjoj shumë mirë kohën. Ai më tutje thot se më herët është preferuar muzika popullore, por që ky zhanër tashmë ka pësuar pak ndryshime. E shoh tash rinin që e duajnë ma shumë muzikën moderne, përpara ka qenë edhe që e kam preferuar shumë muzikën popullore, amo unë e mirë, se jam e gjithanshme dyqysh, ja dalë shumë mirë në të dyja, amo mirë, nuk besoj që ka ndryshu dhe shumë. Një emër i njohur për dasmorët, një përgjithësi e madhe, por që e preferon shumë. Remzia është aktive në dasma, e thekson se do performancën live. Ajo ndan me shikuesit tanë disa detaje interesante nga mbarvajtja e tyre. Kur kam haru me i marrë kostumet, edhe mu ka dosh me këndu me gjinsa, ose jam vënu normal, ka ndu mjerë isha në të shku në dasëm e pa ndu një vërshim i madh i shiut, edhe unë nisa për më mri në dasëm, do më mriva në orën 11 natës, që gati përfundoj, edhe për me bin dasmorin që unë veç kam qenë rrugës. Po bëjsha non-stop video që me dëshmu, se normal është shumë e vështirë kur këngëtari kryesor nuk është. E hapur dhe as pak komplekse, artistja ftuar zbulon se ka ndodhur që ta harrojë edhe teksten. Unë e kënoq, nëse shoh çdo ditë njerëz të ri, edhe është për mu tepër mirë, se çdo ditë shoh diçka të ndryshe. Këngët e kërkojnë të ndryshme, ka raste kur më kërkojnë diçka që unë nuk e di edhe është pak e sikletshme që kjo, se normal unë nuk mëna me qenë Google, çka të lypsh me gjithë. Edhe po i kërkojnë ndjes, nëse dona i mja ndryshu me i bo një këngë si pas dëshirës tem, edhe asnjëherë nuk kam pas ndonjë farë problemi, ka qenë gjithë mirë, kam kalu gjithmonë mirë. Këngëtarja Strumcaku pohon faktin se muzika të merr kohë relativisht të madhe, e sigurisht e ka pas pamundur të jetë prezente në momente të ndryshme familjare. Ajo madje emocionohet teksa flet për nënën, nuk mungojnë as lotët. Nonës, se shumë herë kam qef momentet ndryshme me qenë, edhe s'jam, e du me thonë që e dua. Nona është dyqysh, u thëmë, është heroin, ajo është tepër e fuqishme, edhe sot ka energjinë e njëjtë, sigur nështë ta ma shumë energji se unë,
edhe ajo tepër është e kënaqshme me mu dhe thot Rim, te ke kry me mu, thot. Ajo qatë shumë më rënë, qatë shumë më falenderoj, jam mundu me ndihmu ka pak, ama thot, ti nuk i ma me mu kërgjë, thot, ty zoti ka me të qunë në parajs. Qatë shumë që me ndonë unë që i kam ndihmu edhe i kam, nuk e di, nana është shumë e lumtur me mu, menoj që edhe unë ju mundu me shpirt për to, edhe në është edhe për këto, aja e thot këto. Remzie a je ballafaqsuar ndonjëherë me komente jo të mira apo kolegë që kanë tentuar të ta mohojnë suksesin? Nuk më ka rastësis me pas dikën që s'ma ka besu suksesin, ose shumë njerëz ofër vetës këmë pas që veç më kanë bështet edhe janë mundu me krejt forcën, s'kom pas kur askën që më ka thonë jo, s'ki me qenë jo. Bile krejt edhe muzikantat, këngëtarët, ka një farë respekti për mua dhe jam shumë e kënaqur me këto. Asë njerë s'kum pas dikën që e ka bo këto që bo e tute. Mos na u bëj gocë mirë deri tani, po hajt na thuaj, atë ka bo dikush pa drejt dhe si ke reagu. Ka ndodhur kum pas probleme me projekte muzikore kur diçka më ka pëlqyer shumë edhe ka marrë dikush tjetër pa dijenin tem, edhe pse mu ka paraqit, ka thonë e kam shit, e jam pak jo shumë stabil njerëz, edhe mendoj që nuk e kam nevojshme gjithçysh, nëse nuk e di se dhe jashtë vendit është bile ka shumë këngëtarë edhe atje që kanë probleme këto, se gjithmonë janë ajo me të njofshëm, ekziston gjithmonë. Jo, thjesht i thëmë në rregull, më ka ndodhur më shku në studio, më ka thonë jo këtë projekt s'mon është me kënu, s'mej me orkestru dhe këmë thonë adin arsyen, e këmë po që ka këndu tani dikush tjetër, një këngëtar tjetër, edhe s'kom reagus. Nuk jap energji kësaj pune, s'ka qenë shkruane për mu, nuk jap heq rëndësi. Për ndryshe, Remzia i ka gati disa projekte e që duket se verën 2026 do ta ketë mbushur me angazhime të shumta. Deri atëherë shumë suksese për të!